Po gradecarët kanë dalë fitimtar në 2 ndeshje radhazi me skuadrat kryesuese, madje njëra prej tyre u arrit në transfer ndaj flamurtarit në Vlorë. Fitoria së dielës ndaj Vorës tregoi që skuadra e drejtuar nga trajneri Ardian Mema po kalon momente të mira. Pavarësisht fitores së arritur, asgjë nuk është e sigurt për liqenorët për të arritur në 6 shën e parë, kështu që po gradecarëve u duhet të djersin, pasi në 2 ndeshjet përmbyllëse do të ndeshen me 2 kundërshtar që përpiqen t'u largohen vendeve të fundit, Kukësit dhe Korabit. Pas fitores me kryesuesit, futbollistët po gradecar kanë festuar gjatë në dhomat e zhveshjeve, madje mundi i tyre është përblyer si zakonisht në raste suksesesh nga presidenti i klubit. Në lidhje me fitoren e fundit, një nga më të mirët për Pogradecin, portieri Marin Stanic u shpreh: "Zhvilluam një ndeshje të mirë, krijuam raste për shënim dhe me merit kaluam në epërsi. Në pjesën e dytë loja jon psoi rënie, po gradualisht nisëm të merrnim frenat në dorë. Në 2 momente ishim pranë shënimit të golit të dytë, por mungoi saktësia. Fitoria ndaj Vorës merr vlera pasi ne mundëm një skuadër që me merit kryeson renditjen. Vora ka një skuadër me cilësi dhe e meriton të jetë në superiore." Këtë fundjavë kalendari u rezervon liqenorëve një ndeshje në Duke e Lehtë, ku në stadiumin Vëllezërit Gega do të ndeshen me Valbonën, skuadrën që ka rënë nga kategoria e parë. Pavarësisht pozicionit që ka në renditje, kundërshtari Valbona do të ketë vlerësim maksimal, po Gradeci do të udhëtojë për t'i marrë 3 pikët e radhës.